Në një ceremoni të zhvilluar këtë javë, Edi Rama prezantoi Dashnor Sulën si kryeinspektor të ri të përgjithshëm, duke theksuar sfidën e tij personale dhe institucionale. Kryeministri kujtoi të kaluarën e Sulës si kritik i opozitës dhe kërkoi që tani në rol të ri të konkretizojë ndryshimet për të përmirësuar sistemin e inspektimeve. Kjo është në një farë mënyrë edhe një lloj sfide personale, se dhe mua nuk më ka kursyer zotëria kur kam qenë në parlament. Tani ta shohim se si i bën gjërat për cilat nuk na kalojnë gjë pa thënë ne, që nuk i bënim ashtu si duhet. Nga ana e tij, Sula pranoi sfidën dhe shprehu respekt për vizionin e Ramës. Kam pranuar këtë sfidë sepse ju vlerësoj maksimalisht për vizionin që ju keni. Ndoshta është e pamundur dhe pa imagjinueshme që një demokrat për 20 vitesh politik në një llogore tjetër që ju e thatë me të drejtë, kritikuar, gjuajtur me gur shtëpisë apo qeverisë tuaj, por diferenca qëndron në një moment të cilës shtelpsor dhe nuk kam turp ta them që aty ku unë kam kontribuar, kam dhënë për 20 vite, kam fituar gara të paimagjinueshme, gjithmonë personale, po flasim, dhe garën e fundit që deli pari dhe të hedhi në rrugë tek qeveria jote, mora kurajen, mora guximin. Konkurova, dola i pari dhe vlerësohem. Ajo sfidë të cilat më keni vënë përpara, do ta përmbushim bashkë me të gjithë këto burra, këto gra dhe këto burra të nderuar dhe që do ju nderojmë në fund dhe ju garantojmë që inspektimi do të jetë model ashtu siç ju përmendet për doganat, për tatimet apo institucionet e tjera dhe ne do të jemi në nivelin e tyre dhe për këtë ju japim pa tepruar, po flasi burr fjalën e nderit. Rama foli gjithashtu për reformën e sistemit të inspektimeve duke përmendur ndërtimin e kompleksit të inspektoriatit përgjithshëm që do të bashkojë inspektoriate të ndryshme dhe struktura autonome në një trup të vetëm. Ai rënditi problematika që duhen adresuar si numri i lartë i inspektimeve dhe abuzimet ndaj sipërmarrjes. T'ia vëmë vetes detyrë dhe t'i bëjmë. Nuk bën sens që inspektoriatet mos kenë plane të punës dhe që inspektorët nga ai që e ka fushën e përgjegjësisë në mes Tiranës deri tek ai që e ka në një qytet vogël të mos kenë përpara planin e tyre të punës dhe të mos përgjigjen për planin e tyre të punës, por të dalin nga shtëpia si gjahtar që nisen në për drejtime të ndryshme për të kapur në gjë. Kjo nuk mund të jetë mënyra si funksionojnë inspektorët. Sipërmarrja lajmërohet, i parashtrohet programi tematik i inspektimit dhe bëhet inspektimi. Ne qëllimi ynë nuk është i kapim gabim. Qëllimi ynë është i ndihmojmë që të vetë korrigjohen edhe kur janë gabim. Nuk mundet dot një sipërmarrje të harxojë një kohë pa limit për lloj-lloj inspektimesh që i vinte dera. Dhe sensi i kësaj reforme shkon në këtë drejtim që të gjithë janë pa diskutim të kontrollueshëm nga të gjithë, por nuk mundet dot të sulmohen me gjithë farë inspektimesh, por racionalizohet mënyra se si kryen inspektimet dhe racionalizohet koha dhe energjia që i kërkohet një sipërmarrje për të marrë me inspektorët. Numri katastrofik i inspektimeve që bëjmë ne është një numër shumë i lartë, ndërkohë që sistemi duhet bazohet tek inspektime që kanë të gjitha së bashku sensin e frikës që ruan vreshtin në kuptimin e mirë të fjalës dhe aty ku bën shembuj. Pra një shembull duhet vlej për shumë të tjerë që shikojnë se po shkele këtu, kjo sjell të pasojë, po jo inspektime në pafundësi. Ky emërim tregon një ndryshim të dukshëm nga kritika opozitare në përgjithësi ekzekutive, duke krijuar pritshmëri për një reformë të inspektimeve dhe përmirësim të kontrollit shtetëror mbi aktivitetin e bizneseve.